Mirëmbrëma të gjithëve, të nderuar fermerë të qartë të Beratit, të nderuar qytetarë të Kuçovës, Dimalit, Beratit, Skraparit, Qyçanit, të nderuar demokratë, më lejoni që edhe në emrin tuaj t'i uroj mirëseardhjen liderit opozitës, profesor doktor Sali Berisha. Doktor, mirë se keni ardhur mes fermerëve të Beratit, mes atyre që punojnë gjithë ditën, me djersën e ballit, që sakrifikojnë gjithë shka dhe që për fat keq marrin zero mbështetje nga qeveria, jetojnë dhe punojnë me 100 hallesh, kanë shumë probleme, të cilat unë shpresoj që me ndershmëri e sinqeritet të kemi mundësi t'i diskutojmë këtu mes nesh të gjithë. Kjo zonë në 4 muajt e fundit, 5 muajt e fundit, ka përjetuar 4 përmbytje. Më së shumti në Dimal, këtu në Kuçovë, por dhe në zonën tjera. Kjo zonë, që është zona nëmër 1 në Shqipëri për serën, është zona e punëtorëve të ndershëm, ka gjetur zero mbështetje nga qeveria, me gjithë premtimet që janë bërë her pas here. Kjo është zonë, ashtu si edhe gjithë zonat e tjera të fermerëve të Shqipërisë, që për 13 ditësh rrobaten dhe marrin zero mbështetje financiare nga buxheti i shtetit. E kjo zonë pra në 13 vite është zona që është rrudhur më shumë. 1.1 milion shqiptarë kanë ikur, por jam shumë i sigurt që nga zonat rurale, nga zonat e fermës, kanë ikur shumë më tepër se nga zonat qytetare, sepse jeta këtu është e pamundur. E pra, sot ne besoj të gjitha këto çështje, po dhe çështjet që kanë lidhje me bujqësinë, në radhë parë me bujqësinë, me problemet e bujqësisë, me çështjet që na shqetësojnë ne më së shumti, subvencionet, ullinjt, gjithçka tjetër serat, do t'i diskutojmë në një takim të hapur me liderin e opozitës. Pa humbur kohë, kam kënaqësinë t'i jap fjalën profesor doktor Sali Berishës. Të dashur fermerë të Beratit, të Kuçovës, të kësaj zone, njerëz punëtor, spari duhet shpreh nderimin dhe respektin tim më të madh për ju. I dashur Eno, Zia, të dashur drejtues të Partisë Demokratike, i dashur Gjok, kam ardhur sot këtu me një ndjej revolte të thellë, t'u thënë të vërtetën. Në shpirt, mbasi vetëm 5 ditë më parë, ai që meriton çdo epitet, por ne nuk prishim gojë, i thoshte në lushnjë fermerit se në Europë nuk subvencionohet me nafta. Ka ikur ajo. Në një kohë kur në mënyrë absolute nuk ka vend në Europë që nuk subvencionon naftën. E pasha aty ai fliste atij socialistit, sikur t'i fliste lobëve apo mushkave ti në stall, dhe jo një qytetari, i cili nuk e di se po fermer mund t'ishte, dhe që jeton me djersën e tij, punon, zgjohet në 5 të mëngjesit dhe mbyll me hënë ditën e punës, dhe ky kryeministër
shkon edhe mashtron në mënyrën më të